hija e tij nuk mjaftoi për të bërë bashk ata që e nderojnë. Ibrahim Rugova njihet si lider shpirtëror i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe arkitekti i pavarësisë së Kosovës. Por sot, 20 vjet pas kalimit të tij në Amshem, hija e tij nuk mjaftoi për të bërë bashk ata që e nderojnë. Në orën 11, Lidhja Demokratike e Kosovës foli me zërin e kryetarit të taneshëm Lumir Abdixhikut dhe kujtesën e Muhamet Hamitit përmes një akademie përkujtimore të organizuar në patronatin e LDK-s. Por, në orën 12, pak prej tyre vrapuan për të mbërritur në organizimin e shtetit, atë të presidencës, vend ku për herë të parë u ol Rugova si president. Në akademi në patronatin e presidentes Vjosa Osmani, mungoi lideri i partisë së Rugovës, Lumir Abdixhiku, dhe pothuajse e gjithë paria e LDK-s. Mirëpo në të dyja akademit morën pjesë anëtarët e familjes Rugova, përfshirë gruan Fon Rugova, i biri Uk Rugova dhe vajzat e Uta Rugova. Pranë presidentes Osmani qëndruan ish-pasardhësi i Rugovës Fatmir Sejdiu dhe njeriu që e shoqëroi për vite me radhë Adnan Merovci. Të dy mbajtën fjalime për figurën e Rugovës, duke kërkuar që i njëjti mos të instrumentalizohet për qëllime politike. Çimi merituar i figurës së tij duhet të mbështetet në vlerësim të plotë, kritik dhe të ndershëm të veprës së tij, jo të instrumentalizimeve momentale. Përndryshe në akademinë përkujtimore të organizuar nga LDK-ja, fjalë rasti mbajti kryetari Lumir Abdixhiku dhe bashkëpunëtori i ngushtë i Rugovës Muhamet Hamiti. Ndërkaq kryetari i Prishtinës Përparim Rama ishte figura e LDK-s që mori pjesë në të dy akademitë.